Brenda paketës fiskale për vitin 2026 do t'jetë rishikimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, me fokus korrigjimin e skemës së rimbursimit në bujqësi. Ministria e Financave ka parashikuar që fermerit të kompensohet me një normë prej 10% për tatimin mbi vlerën e shtuar ose nga 0% që është aktualisht kjo normë tatimore. Kompensimi prej 10% sipas Ministrisë së Financave do t'jepet direkt në llogarinë e fermerit dhe kostoja në një vit parashikohet të arrijë në 1.5 miliard lek ose gati 15 milion euro. Këto ndryshime ligjore, të cilat ende nuk janë detajuar përmes një projekt ligji, synojnë të ulë kostot për fermerët dhe t'i bëjë produktet e tyre dhe më konkurruese në treg dhe të mos u mbeten më stok. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se prodhimi i qumshtit dhe nën produkteve të tjera pësoi rënje vjet, situatë që vijon dhe përgjatë këtij viti. Shifrat zyrtare tregojnë se në vitet e fundit importi i produkteve të bulmetit dhe të mishit është rritur shpejt. Nga viti 2020 deri në fund të vitit 2024, sipas llogaritjeve janë bler nga jashtë 300 milion euro bulmet dhe 383 milion euro produkte mishi dhe të brendshmet e tij. Mbetet për të parë se sa efektive do të jetë skema e propozuar, duke qenë se dhe varianti aplikuar më parë prej 6% TVSH nuk solli rezultate.